Në takimin e mbajtur në Gjakovu diskutuan problemet dhe sfidat me të cilat anëtarët e kuvendeve komunale përballen gjatë punës së tyre, ndërsa u diskutua edhe roli i këshilltarëve komunal të këtyre komunave. Shtrojmë një rjetizim në rrafshin e Dugaxhinit, duke ditë se kemi shumë pika të përbashkëta dhe kemi shumë mundësi të mësojmë nga njëri tjetri. E këtë mësim nga normal e përkthejmë në profesionalizëm dhe përfaqësim më të drejtë në thamë në Asamblenë Komunale të Gjakovës. Edhe udhëheqësit e grupeve të kuvendarëve të degëve të komunave të rajonit të Rrafshit të Dugaxhinit folën për situatën nëpër komunat e tyre dhe punën që ata bëjnë nëpër kuvendet komunale. Për një periudhë kohore, ju e dini që domethënë Alianca në përgjithësi në shtruan një procesit zgjedhor, edhe dega në pej domethënë ishte në një proces zgjedhor. Dhe ne si grupi këshilltarëve ndoshta kemi bërë pjesën kryesore të jo të organizimit të zgjedhjeve, mirë po të mbarvajtjes së punëve në parti, edhe aspekti financiar, edhe organizativ, por edhe çështje kemi asistuar pa ndërprer domethënë gjatë procesit zgjedhor. Ne funksionojmë si një grup unik, e kemi edhe vetëvendosin që është në opozit, pothuajse diku rreth 95% të rasteve jemi bashkë funksionojmë. Nëse në qeveri funksionon në opozit vani, këtu na pa në kemi veç vanë. Edhe funksionojmë bashkë mirë edhe me ta. Kolegu nga PEI potencoj gati gjitha raportin auditorit të investimet kapitale. Ne kemi investu kogja shumë mirë, po edhe na kanë ataku në pikat e borxheve për investime kapitale, diku rreth 7 milion, do thotë nga pozita aktuale që jemi ataku pikërisht në atë pozit, po na kemi investu edhe ato pare nuk kemi marrë askujt për gjepit edhe i kemi qitë po mendoj në rrugë duhur. Në angazhomi sa të mujmë aty për të mirët e qytetarëve në asamble, po më të rregu drejten në mujmë me votë. Ka njerë dhe është investësi, për shembull kur kemi tash planifikimin e buxhetit për vitin 2016, o problem se nëse kanë planifiku në investim fshatra, ku edhe na kemi antarë, për na nuk e votojmë buxhetin, ata kanë me shku mëse ne me thonë që ju keni qenë kundra investimit. Nga ky takim dolën disa rekomandime, ku një prej tyre është prekraja që asambleistët e Dugaxhinit japin peticionit organizuar nga opozita. U tha edhe se duhet bërë ngritja nivelit të funksionimit të trekëndshit në deg qendër. Një tjetër rekomandim që doli është zgjerimi nismës së takimit të përbashkët të anëtarëve të kuvendeve komunale nga Rrafshi i Dugaxhinit në tërë territorin e Kosovës.